nëse Partia Demokratike nuk do është bllokoj brenda majt dhe tingut, marrëveshja është e prishur. Ky ka qenë një mesazh i drejt për Selin Blu, një ditë pasi Komisioni i Vettingut nisi nga puna. Por arritja në këtë kompromis ka qenë jo e lehtë për kryeministrin Rama, i cili më pas ka vijuar ta shpjegojë përmes batutave. Nuk i lutet Romeo Julietës atje ke libri i Shakespeare-it siç jam lutur Lulit. Amon më hajde, më takohemi, më dil, më ku jem. Shkoj, dili ani, derisa i shkova vet atje, i fut atje. I shkova vet se s'vite. Teksa kërkoi votën e demokratëve në zgjedhjet e 25 qershorit, Rama thot se kjo do t'i shërbejë Shqipërisë. Mos leni komshi që është me PD-n pa shku pa e kape pa i thonë ej lal. Në fund ditës Luli pa punë s'do ngelet se në parlament do jetë me rrogë. E kjo vetëm për të mirë të Shqipërisë, sepse në të kundërt, Edi Rama thot se ka akoma zonën për Shqipëri ku fry, ku të shtin zoti, nuk kollitet, një herë hikën teli dhe rri njerëzit pa drita. Kryeministri Rama nuk kurseu as batutat ndaj ish kryeministrit Berisha, të cili në fakt i bëri një krahasim interesant. Sali është bosi si edhe kalemajt edhe shok të zaos në fshat që kanë ato makina të që i drejtojnë nga shtëpia. Një problem madhor si dhuna në familje kaloi nëpërmjet kësaj batute. Ti që thu ka edhe e thu me të qeshme, ti a dish për faleminderit grus që se të rreftë. Ti hake drun darken, mjes dilke i qesh, i but. Por dita s'mund të mbyllej pa ëmbëlsira. Ata e kanë mirë nga tepsia mrapa. Se kush i nxjerr aty thot sa copa byrek do. Po, dil shajti Ramën aty. Sa copa baklava do. Dile atje dhe thuj revolucion.